Të nderuar qytetar, banor të Laprakës, demokrat e demokrate, zonja dhe zotrinj. E nderuar zonja Ministre e Kulturës së Kroacisë Nina Obuljen. I nderuar Giuseppe Madja, presidenti i Urdhrit të Maltës. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Sot e mora përsipër moderimin, jo vetëm si detyrë për të kryer, por edhe si banore e kësaj zone, si një prej jush që ka parë nga afër gjithçka, lënien në harresë dhe çdo padrejtësi që është bërë Laprakës, çdo banorit saj. Çdo banor prezent sot këtu, apo edhe ata që nuk e patën mundësinë të vinin, e din mirë çdo të thotë të qëndrosh, të shohësh e të durosh një pushtet që ka si busull vjedhjen dhe patronazhimin. Para se të vjojmë me folësit, unë dua t'ju ftojmë të mbajmë 1 minutë heshtje për Papa Franceskun, një mik të Shqipërisë dhe shqiptarëve që sot ndahet nga gjallët për të bashkuar me Atin në jetën e amshuar. 1 minutë heshtje. U pret në paqe. Tani, dua t'ja kaloj fjalën një qendrestarit të kauzave të qytetit, nga Lapraka, te Astiri, e deri tek 5 Maj, gazetarit Bled Marku. Fjala për ju. Një pamje shumë e bukur kjo. Përshëndetje gjithve. Përshëndetje banor të njësisë 11, përshëndetje kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, kandidatët për deputet në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Unë dua të ndalem në këtë takim, se siç po e shohim është një takim fantastik, mund të them. Unë dua të ndalem në problematikat të cilat ka qyteti ynë ose më shumë zona jonë, Lapraka. Në 12 vitet e qeverisjes së Edi Ramës, Lapraka ka qenë vendi më i mallkuar në Shqipëri sa i përket pronës, por jo vetëm. Në Laprakë janë shëmbur banesa. Ajo çka është akoma më e trisht është se do shëmbën aq shumë banesa në Laprakë sa njerëzit bezor po presin që të largohen që tani. Problematikat kryesore të cilat kanë nevojë imediate për ndërhyrje të Partisë Demokratike, te Universiteti Bujqësor, perimetri përreth universitetit, ku janë afërsisht 150 banesa, janë listë për të shëmbur. Është projekti Hekurudhës, të cilat janë bllokuar nga kryetari i arrestuar i Bashkisë Tiranës, Erion Veliaj, 25 metra në një anë, 25 metra në anën tjetër, duke filluar nga zona Kashari deri tek stacioni i vjetër. Edhe aty do bëhet i Badërdi. Problematik tjetër është edhe rehabilitimi i lumit Tiranës që mund të shkojë gati deri në 40 metra. Pra në Laprak mund të shkojnë 2000 shtëpi banesa, pasi 240 janë shëmbur deri tani. Unë dua të them që edhe me propozim të kandidatës e Partisë Demokratike, zonja Silda Zhulali, kryetari i Partisë Demokratike, zoti Berisha, është dakordsuar për të firmosur qoftë një kontratë besimi, pasi ne e dim shumë mirë që zoti Berisha është burri i fjalës mbajtur, dhe kur Sali Berisha thot po, ajo gjë bëhet. Unë dua t'i lexoj disa pika që kanë bëjnë. Në përfundim të vitit parë të qeverisë Partisë Demokratike, do finalizohet legalizimi i plot i banesave në njësinë administrative numër 11. Çka do të thotë se as një banesë në Laprak në vitin e parë
të mandati qeverisë së Partisë Demokratike nuk do jetë pa dokument pronësie. Nuk do ketë dallime në këtë proces, as në bazë bindjeve politike, as të ndonjë natyre tjetër. Çdo njeri ka drejt që të disponoj dokumentin e pronësisë. Procesi i legalizimit do të jetë i drejtë, sipas një protokolli të përcaktuar, qartë dhe transparent. Çdo projekt rikonstruksioni urban, ndërhyrje infrastrukture në zonë apo projekte zhvillimi do realizohet vetëm pasi të ketë përfunduar plotësisht procesi i legalizimit të gjitha banesave. Dhe e fundit, shpronësimi personave të legalizuar në varësi të projekteve publike do realizohet vetëm me vlerën e tregut. Janë këto problematikat të cilat i kemi hasur. Në Laprak, vetëm nga Unaza, janë shëmbur 240 banesa. Një pjesë e vogël kanë patur dokumenta, ndërsa pjesa tjetër janë sot me qira, duke mos firmosur as bonusin e qiras të Bashkisë së Tiranës. Ndaj edhe me mirësinë tuaj, unë kam kënaqësinë që të ftoj edhe kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, që ta firmosim së bashku me zonjën Zhulali këtë kontratë besimi. E di që ka skepticizëm për këtë proces. Kryetari i degës së Partisë Demokratike në Laprak, Shkëlzen Mustafa, është njëri prej nesh. Një prej atyre që çdo ditë e shfrytëzojnë për të forcuar lidhjet, dëgjuar hallet, formuar aleancën e të ngjashmëve me qytetarët. Vjen me fjalën e tij zoti Mustafa. Përshëndetje të gjithëve. Dhe ju falenderoj që keni ardhur sot për të prit kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha. Mirë se erdhe doktor Berisha në njësinë 11. Problematikat e njësisë 11, siç i sqaroi edhe gazetari jon që është banuesi i njësisë 11, zoti Bled Marku, u preken pothuajse pjesërisht. Ka shumë probleme Lapraga, doktor. Infrastruktura rrugore, varfria, ka 12 vjet keqeverisje, e cila pret vetëm ty që të bësh kryeministri i ardhshëm edhe të zgjedhësh hadhet e Laprak. Unë ju falenderoj pa mas të gjithëve, bashkëpunëtorëve tonë në këtë rrugë që kemi nisë drejt fitores madhe të 11 majt. Fitore e sigurt me kryeministrin Berisha me datën 11 maj. Rof Partia Demokratike, rof lideri ynë historik Sali Berisha. Fitore, fitore, fitore. Kam tani kënaqësinë të ftoj në podium drejtuesin politik të zonës, kryetarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, zotin Edi Paloka. Përshëndetje të gjithëve dhe një falenderim nga zemra për praninë tuaj këtu, po jo vetëm për praninë tuaj, por për gjithë mbështetjen që na keni dhënë këto ditë dhe që jam i bindur do ta kemi deri në ditën e fitores, deri në 11 maj. I nderuar zoti Berisha, të nderuar miq, të nderuar kandidat për deputet të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, sot jemi në njësinë 11, që ashtu, siç zoti Berisha na dha fjalën e tij për zgjidhjen e një nga problemeve më madhore që ka kjo njësi, atë të legalizimeve dhe të mbrojtjes të shtëpiave, të bizneseve, të një pjesë të madhe të qytetarëve të kësaj zonës, edhe ne t'i japim fjalën zotit Berisha dhe gjithë shqiptarëve që presin ndryshim,
se njësia 11, Lapraka dhe gjithë zonat për rreth do të rikthehen 11 maj t'jenë në krye të fitores Partisë Demokratike 11 maj pra. Jo vetëm qytetarët e kësaj njësie, por çdo shqiptar me 11 maj zgjedhjen e tij e ka të lehtë. Kush kërkon ndryshim, kush kërkon zgjidhje të problemeve të tij, kush kërkon thellë poshtë përfundimisht këtë diktaturë më të shëmtuarën që shqiptarët kanë përjetuar në këto vite, me 11 maj e ka shumë të lehtë zgjedhjen. Do të zgjedhim për të zgjidhur problemet tona. Do të zgjedhim midis arrogancës, fyerjes, poshtrimit që Rama ju bën çdo ditë shqiptarëve, që ju ka bërë për 12 vite, apo do të zgjedhim atë që na jep shpresë, atë që jep zgjidhje problemeve tona. Do të zgjedhim midis hajdutëve, mashtruesve, ata që i kanë bërë çdo të zezë këtij vendi për 12 vite, apo do të zgjedhim ata që e kanë treguar edhe më parë se mendojnë dhe me gjithë gabimet që mund kemi bërë, kemi menduar gjithkohën vetëm për interesin e shqiptarëve. Mjafton, unë nuk dua ta zgjat shumë, po mjafton të shohim pak fakte nga çfarë ka dhënë Partia Demokratike dikur, çfarë premton sot. E kemi pasur buxhetin ton gati gjysmën e këtij buxheti që ka sot ky hajduti që qeveris vendin. Megjithatë du fishuam rroga, du fishuam pensione. Dhe jo vetëm kaq, po bëm investime 10 fish më shumë se sa ka bërë kjo qeveri sot. E pash para ca ditësh atë që me drejt doktori e quan Lubi, Ballukun, që mburrej se në 12 vite pas kanë bërë 1000 kilometra rrugë, dhe jo vetëm kanë bërë, po edhe kanë mirëmbajtur 1000 kilometra, pra në total kanë bërë dhe kanë mirëmbajtur 1000 kilometra rrugë. Me 2 fishin e buxhetit tonë, ne me gjysmën atij buxheti kemi bërë 11.000 kilometra rrugë në atë kohë. Pse e them këtë? Sepse ky palaçoja, siç e ka zakon, del her pas here kopjon dhe premtimet tona, programin tonë që është studiuar i tillë. Por nuk mund të kopjoj dhe nuk mund të marr kurrë besimin që ne ju kemi dhënë shqiptarëve dhe besimin që kanë ata tek Sali Berisha, sepse ka 12 vite që vetëm i mashtron. Mund kopjosh programin ton, po nuk mund bëhesh ne, sepse ngelesh vetëm një hajdut dhe një mashtrues. Prandaj them çdo shqiptar e ka shumë të lehtë zgjedhë sot midis tyre dhe nesh. Prandaj me 11 maj jam i bindur që gjithë shqiptarët që duan ndryshim, që nuk mund durojnë më, do të votojnë njëshin. Kush do ndryshim, voton vetëm njëshin, vetëm Partinë Demokratike. Dhe tani ftoj këtu kandidatët e Partisë Demokratike, zonjën Ilda Zhulali për zonën Përgjithësinë 11, zotin Salvador Kaçaj, zotin Sali Sheu, dhe kam nderin të jap fjalën kryetarit Partisë Demokratike, liderit të Aleancës për Shqipërinë Bashkëore, zotit Sali Berisha. I nderuar zoti presidenti urdhrit të Maltës, doktor Madja, kryetar kalorës i meritës, e nderuar zonja ministre e qeverisë së Kroacisë, Nina Obuljen, të dashur miq, qytetarë dhe qytetarët pranishëm në këtë sallë, i nderuar zoti Paloka, drejtues politik,
i zonës, të dashur deputet, kandidat për deputet të kësaj zone, Sali Shehu, Ilda Zhulali, Edi Paloka, Salvador Kaçi, një mirënjohje të pakufishme miqve tanë, që i kemi të nderuar, që i kemi sot të pranishëm në këtë takim shumë të rëndësishëm për zonën tuaj. Zonja dhe zotëri, unë vi sot tek ju për të paraqitur projektin e Partisë Demokratike për 4 vitet që vinë, pasi ky projekt bëhet çdo orë, çdo ditë më i pranuar, më i vlerësuar nga qytetarët shqiptarë në mbar vendin. Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, aleanca më e madhe që ka garuar ndonjëherë para shqiptarëve, me projekte e saj, synon para zgjithash të adresoj me shpejtësi problemet e mëdha dhe të dhimbshme me të cilët përballen sot qytetarët e Lapraks, të Tiranës dhe të mbar Shqipërisë. Programi ynë fillon aty ku dhimbja njerëzore është më e madhe, aty ku vuajtja e qytetarëve tanë është më e madhe. Fillon pra në një betejë të vendosur kundër varfërisë. 12 vite të dashur qytetarë dhe qytetare, ju dhe në tërësi shqiptarët ishit subjekti një varfërimi të pamerituar, i një varfërimi të frikshëm sa asnjë kom tjetër në rajon dhe me gjërë. Dhe vetë kuptohet, ky varfërim i cili kishte një shkak themelor, abuzimin, vjedhjen, përvetësimin e fondeve të buxhetit shtetit, e pasurive publike nga ky grup i qeverisur nga qeveritarësh i drejtuar nga Edi Rama, nga qeveritarët e tij vendor, si Erion Veliaj, nga 5B-t dhe 5D-t e tyre, çka do thot nga rrethet e tyre të ngushta me të cilët këta ndanin buxhetin, ndanin pasuritë, kurse rrogat dhe pensionet tuaja në vend që të rriteshin, bëheshin çdo muaj dhe çdo vit më të pavlerë, sepse çmimet rriteshin në mënyrë stratosferike. Në qoftë se një pension u rrit nga 143.000 lek në 172.000 lek në Shqipëri, çmimet u rriten me mbi 250% mesatarja e tyre. Dhe sot ky pension, për të patur të njëjtën fuqi blerëse që kishte pensioni viti 2013, duhet ishte 390.000 lek. Pensionisti Malit Zi, që në vitin 2013 mirëte një pension gjithsejt 138.000 lek, sot merr 450.000 lek. Sepse qeveria Malit Zi, apo qeveria Maqedonisë Veriut, apo qeveria e Kosovës, apo e Serbisë, apo cila do,
kur ndanë buxhetin në ligj, në moral dhe në ligj të shtetit demokratik, një pjesë të parave u kthehen qytetarëve, u kthehen me pensione, u kthehen me rroga, kurse këta qeveritar me parat tuaja ndërtuan luksin më të shfrenuar. Ju e dëgjoni rëndom, Edi Rama thot, me jepni prova, po ka provë më të madhe morzotri se sa vila me 57 metra të gjata të themelet, 2 herë më të gjata se vila e Enver Hoxhës, se sa kopshti 8300 metra, 4 herë më i madh se kopshti i ish diktatorit Hoxha, po ka dëshmi më të madhe se sa 225.000 metër katror tokë te kanjoni Gjipes, po ka dëshmi më të madhe se sa fluturimet me avion taksi për pushime, për të tjera, 21 milion në 2 vite, me 140 udhëtime, po ka dëshmi më të madhe, le të thotë shqiptarve, ka dëshmi më të madhe se kryeministri vetëm në botë që hapë shishën e verës Roman e Konti 33.600 euro. Po ka dëshmi më të madhe kur je vllau tënd 38.000 metër katror te krapi treshit duke u marrë pronarëve Tiranas. A ka dëshmi më të madhe se në kundërshtim me çdo ligj bashanaku yt, kunati bashkëshortës tënde fiton qindra tendra dhe vetëm për lidhjet familjare që ka me ty. Ka dëshmi më të madhe, a ka provë më të madhe, miqtë e mi, se sa djegësi i Tiranës 130 milion euro të zhdukura pa nam pa nishan dhe nuk ekziston asnjë tull në themelet e tij. Çfarë dëshmi e kërkon ky njeri? Të zhdukura. Dhe tani e morë vesh 2 drejtorat që shkuan në gjykat, shkuan se kanë firmos letrat. Kurse Lubia, e keni parasysh. Kurse Lubia, e cila kishte detyrë ligjore të kontrollon të punimet, të bën të raportin dhe të njofton të çdo muaj për ecurinë e punimeve, nuk bëri në 5 vite asnjë raport, sepse e dinte që parat i mirë të bosi i saj, i mirë të Edi Rama me Eriol Velin. Dhe pasaj del, flet me vete, se ata sy me sy, flet me vete dhe thot, po ka thot noj dëshmi për mua që m'akuzojnë. Po sigurisht, të akuzon në çdo gjë, më tha, po ka dëshmi më të madhe, se sa rruga, Manastir Bjeljosek, në Kroaci, 17 kilometra, 27 metra të gjëra, ndërtohen me 27 milion euro. Me 1.6 milion euro kilometri, kurse këtu ndërtohet me 17 milion euro kilometri. Çfarë dëshmish kërkon ky që përpiqet të fshet çdo gjë para jush? Që flet nga mëngjesi deri darkë, si me qenë në Jerëm, flet për qartë, jo kneta, jo zhapit, jo hardhucat, dhe me një fjalor
mizerabel, çyrëk, autik, budalla, i divorcuar, këto janë tokë fjalë shiti. Këto janë premtimet e tij. Kjo është llogaridhania e tij para jush, para qytetarëve shqiptar. Por miq, e ka ndjer fundin. E ka ndjer fundin. E ka ndjer fundin. E ka ndjer fundin. Ka 2 muaj që nuk guxon të takoj një gazetar, jo ma qytetar, po gazetar, një gazetar, sepse nuk përgjigjet dot për asnjë nga aferat e tij të mëdha. Ka 2 muaj që ka ndaluar me urdhër kandidatët e tij të ballafaqohen me kandidatët tanë, sepse nuk don që ju të mirë vesh të vërtetat, sepse e din që ata s'dalin dot, se kur dalin nga studio, do dalin me fytyrë të nxirr nga aferat e Edi Ramës dhe qeveritarëve të tjerë. Ndaj dhe e kam ftuar, prap këtu e ftoj, të vim ja në këtë skenë dhe të bëjmë debat para jush. Ti marr të gjithë socialistët e lagjës t'i sjelli këtu. Unë i pranoj, i respektoj ata, po ai s'ka besim as te socialistët. S'ka besim, se kësaj herë e kuptuan dhe ata. Nuk ka programaj. Programi ti është këneta, është tallavaja, është banaliteti, është mashtrimi. Miqtë e mi, programi i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore është programi i zhdukjes së varfërisë së skajme brenda 100 ditëve. Çdo shqiptar, çfarë do qoftë ai, çdo lloj pensioni që të ketë ai, gjysmë, çerek, çdo i pa punë, çdo person në ndihmë ekonomike, çdo student me bursë, çdo fëmijë me një prind do kenë minimum jetik 200 euro. Rroga minimale në Shqipëri rritet në 500 euro. Qeveria do jap qytetarëve rrogult dhe me pensione kartën e konsumatorit. Ata do i marrin ushqimet 20% më lirë se sa të tjerët. Ju garantoj se përgjigje emergjente do të marrë situata katastrofale e shëndetësisë në këtë vend. Qytetarë dhe qytetare, vetë Instituti Statistikës informoi se shqiptarët në një vit paguajnë nga xhepi për kujdes shëndetësor 820 milion. Do më falni, e disa është fatura e bukës një vjeçare e bukës në Shqipëri është 220 milion euro. Fatura për kujdesin shëndetësor të shqiptarëve është 820 milion euro. Të dyja janë dhëna zyrtare. 4 herë më shumë. Po pse kjo? Sepse mafia ka pushtuar thellë sistemin shtetësor.
sepse qeveritarët, drejtor kryesor të tyre, përvetsojnë vjedhin taksat tuaja, me të cilat duhet blihen ilaçet, duhet blihen aparaturat, dhe më keq, aparaturat lihen të prishura. Lihen të prishura, në mënyrë që ju të shkoni tek privati. Ose mos i bëni dot. Me partneritetet e tyre të korruptuara. Analiza në publik, qytetarët mund bëjnë vetëm 20 ditë e para të muajit. 10 ditë tjetër, asnjë analizë, as në spital, as shërbim ambulator, të gjithë sektorin privat. Miq, nuk ekziston kumë një sistem kaq i pamëshirë, kaq i papërgjegjshëm. Ju e ndëgjuat Edi Ramën 3 muaj më parë. U detyrua të pranoj se në spitalin onkologjik ishin krye krime kundër njerëzimit. Po, sepse të smurve nuk u janë dhanë ilaçet për të mjekuar smundjen. Ose u janë dhanë ilaçet të cilat nuk kanë efekt dhe janë dhanë për t'i mashtruar. Tani, ky njeri që deklaroi para 3 muajsh se në spital onkologjik janë krye krime, mori do të thoni ju ndonjë mas? Përsëriti si papagall denuncimin ton dhe s'mori asnjë mas, sepse nuk ka shpirt. Nuk ka shpirt. Ai, për atë njerëzit janë për të përçmuar. Janë për të poshtruar. Po ka poshtrim më të madh. Kryeministër, ke një buxhet përpara për ta ndarë 8 miliardë. Dhe kur vjen puna, deklaron se për pensionistët ke lanë gjithsejt 16 milion euro. Dhe kur ne i themi si opozit se kjo është hatas, si mundet? O, thot, po të bëjmë ato që thoni ju, bjem në gremin. Jo, nuk bjem në gremin. Po a i vjedh pensionet, më miqtë e mi. Se me ato pensione i kalon para tek rrugë të cilat i ndërtojnë me një çmim të 10 fish krahasuar me çmimin evropian. I përdor për luks, për udhëtime, ndaj dhe nuk rriten pensionet. Kështu që miqtë e mi, unë firmosa këtu para jush i kontratë me ju. E tha, shumë bukur zoti Marku, që unë fjallën time e mbaj. Edhe nuk del kush, nuk thot do të njëri që unë nuk kam bajt në njëherë fjallën, por jam këtu për të zotua para jush se në mënyrë absolute asë një banes e juaja nuk do të preket dhe se do të ketë legalizim të plot, total dhe pastaj urbanizim. Legalizim, pastaj urbanizim. Po. Ky është parimi që ndjekim ne. Ndaj dhe edhe atyre të cilet ja u kanë prish, nuk harrojnë betejat tuaja për shtëpit tuaja. Nuk i harrojnë ndonjëherë. Edhe ata do të dëmshpërblehen sipas këtij parimi. Po. E ndëgjuat dje? Paqja fiskale. Çfarë është paqja e tij fiskale? Paqja e tij fiskale është amnistia
është parajsa për botën e krimit, është ndëshkim për ju qytetarë të dashur. Ja u shpjegoj unë se si është puna. Po. Ky 2 vite më parë filloi reklamoj më të madhe amnistin fiskale, ku nuk kishte asnjë syrim tjetër, veç se të sillte paratë e drogës, të klaneve mafioze, të vinin në Shqipëri. Dhe të ndërtoheshin kulla siç po ndërtohen, të investoheshin. Natyrisht, Bashkimi Evropian e diktoi këtë. Çfarë ishte kjo? Kjo ishte një inkurajim i tmerrshëm i krimit. Në këtë mënyrë i thuaj krimit, bëj ti para me krim atje dhe hajde dhe investoj në Tiranë, në Shqipëri. Në sallën e gjyqit në Belgjik, trafikanti deklaroi, sipas televizionit belg, se vetë kryeministri më kishte premtuar që do mund t'i investoj aparat në Shqipëri. Tani, thot paqë fiskale. A i vetë është në paqë dhe në bashkëpunim të ngushtë me to. Por unë i garantoj ata atje ku janë, se asnjë qindark, asnjë dollar, asnjë euro, nuk do mund të sjellin në Shqipëri. Jo. Sepse çfarë ndodhi këtu me këtë? Çfarë ndodhi me këtë? Nuk ka vend në Europë në të cilin monedha e vendit të ketë rrëzuar për dhe euron. Euro, për shkak të narko-eurove, ka humbur 35% të vlerës. Po dish do të thotë kjo miq? Qindra mijëra vëllezër motra, bashkëshorte, bija, tuajat, humbën vendet e punë në nërmarrjet e eksportit. Falimentojnë. Sa ato, çdo transakcion e kanë në euro. Dhe rënja 35% e euros faktikisht ja u asgjësoi fitimin dhe i detyroi të kyçin sipërmarrjet, të dalin nga puna 10 mijëra punëtorë shqiptarë dhe tiket në emigracion. Merr fund kjo. Asnjë legalizim, asnjë paqë me ta nuk ka. Me bandat kriminale ka vetëm ligj dhe vetëm ligj. Gjoba do jo falim ju o qytetarë të ndershëm, ju që keni përjetuar brutalitetin, arrogancën e inspektoriateve, e zyrtarëve, e ministrave të tij. Çdo gjob që është vendosur mbi ju me datën 12 maj bëhet zero. Zero. Ju garantoj se nuk shiko çfarë bëjnë. Këta u marrin ju kamat vonesat e 25 viteve më parë. Këta s'kan ligj as moral, po ato u falen, ato u shlyen në momentin kur keshi kaloi tek Çezi. Dhe këta vazhdojnë i mbledhën ato për të ja u mbajnë ju si lak në fyt. Që të gjitha falen. Bizneset do kenë çmimin e energjisë nga 18 në 6 lekë. Familjar nga 9.5 në 7 lekë. Tarifat e ujit do përgjysmohen. Bashkit. A e dini ju që pagoni taks në arsimit? Taks antikushtetuese. Hiqet me njëherë.
bashkit nuk do mund të vendosin kur tarifa dhe taksa më shumë se 1% të xhiros biznesit dhe një seri lehtësimesh tjera të bëhen mbi biznesin e vogël. E gjithë betejë jonë miq është ta kthejmë kombin në moshën e rinisë të tij. Kombin moshën e rinisë nuk kthehet me këta të ri që ikin dhe vetëm ikin. Ndaj edhe do bëjmë çdo lloj përpjekje dhe ju garantoj të suksesshme që çdo i ri të shkollohet, të punësohet në Shqipëri duke paguar qeveria 1 vit sigurimet shoqërore në çdo sipërmarrësi për çdo të ri që punëson. Një grant prej 30.000 eurosh për çdo çati të çifteve të reja. Gratë dhe vajzat do kenë mbështetje të fuqishme për sukses në bizneset e tyre. Linja kreditit buta, grante për startupet e tyre. Ne do bëjmë gjithçka që familja shqiptare të forcohet. Familja shqiptare dhe familja në tërësi në këto vitet e fundit ju nënshtrua një agresionit pa parë të ekstremizmit të majtë marksist dhe post-marksist. Ju jeni dishmitar se si filluan në Shqipëri, në tekstet e shkollës, prindi 1 dhe prindi 2. U shuan nëna dhe babai. Erdhi ligji në parlament për fermat e grave që do lindin fëmijë të askujt. Një agresion i papar në kohra kundër gjinisë njerëzore, identitetit njeriut. Fatimath, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Donald Trump i shtypi kokën gjarprit. Në Shqipëri, ju do t'i shtypni kokën gjarprit Edi Rama. Shqipëria madhështore është zotin ynë. Shqipëria është vendi pasurive të pamas. Prodhim dhe vetëm prodhim do t'jetë motoja jonë. Teknologjit më të reja, internet 3, inteligencë artificiale, blockchain dhe kriptomonedhat, data qendrat, do të shtrojnë Shqipërinë në një epicentër të fuqishme rajonale të high-tech-ut. Shqipëria superfuqi energjetike në rajon. Jam zotuar dhe zotohem përsëri. Çatit e shqiptarëve nga jugu në veri do t'jenë me panele fotovoltaike për gjithë ata që duhen. Qeveria do subvencionojë. Miqtë e mi, 2 javë kanë mbetë. Le t'jenë këto 2 javë e jetës tuaj, 2 javë e misionit tuaj në shërbim të dignitetit tuaj, të mirëqenjes tuaj, në shërbim të shoqërisë shqiptare dhe të Shqipërisë. Të shtojmë Shqipërinë nga kjo narkodiktaturë. Rrofshi ju, rrofsh Shqipëria, fitore, fitore, fitore. Doktor, ambesa ime vogël.
Vazhdo me kohë. Lule blu. Hajde. Hajde. Ne, doktor edhe një këto. Të me madhe. Me dy çaj kisha. Shida. Bravo!